Benita ulet në divanin e sallonit me një frymëmarrje të thellë, si dikush që më në fund ka vendosur të hapë zemrën. Banorët e tjerë e shohin se ajo është më e heshtur se zakonisht, dhe pikërisht atëherë ajo fillon të rrëfej historinë e saj personale. Me një zë të qetë, por me nota trishtimi, Benita tregon se përgjatë viteve ka pasur shumë lidhje, marrëdhënie të cilave u është futur me seriozitet dhe besim. Ajo thotë se gjithmonë ka dhënë shumë nga vetja, ka qenë e sinqertë, e përkushtuar dhe ka shpresuar që më në fund do gjente dikë që do ta vlerësonte për atë që është. Por çdo herë, sipas saj, gjërat kanë përfunduar njësoj. Ajo rrëfen se në shumicën e lidhjeve ka përjetuar shgënjime, sepse partnerët e saj e kanë tradhtuar, nuk e kanë respektuar dhe nuk e kanë dashur me të njëjtën forcë si ajo. Ndërsa tregon këtë, Benita prek me dorë krahun e divanit, si për t'u mbajtur emocionalisht, dhe sqaron se ajo nuk e kupton se pse njerëzit që ka dashur e kanë lënduar pa arsye. Ajo pranon se shpesh është fajsuar vetë, ka menduar se ndoshta nuk ka qenë mjaft e mirë, ose nuk ka ditur të zgjedhë njerëzit e duhur. Banorët e dëgjojnë me vëmendje ndërsa ajo vazhdon, ndonjëherë mendoj se ndoshta nuk kam më këtë besoj. Se nuk e di nëse ekziston dikush që do më doj sinqerisht. Të gjithë më kanë shgënjur. Sinqerisht, nuk e di as nëse do kem dikë me të cilin mund të martohem ndonjëherë. Ajo e thot këtë me një buzëqeshje të zbehtë, të hidhur, si dikush që përpiqet të duket i fortë, edhe pse brenda ndjen një boshllëk të madh. Disa banor i afrohen, duke i treguar mbështetje dhe duke i thënë se nuk duhet të dorëzohet, se jo të gjithë njerëzit janë njësoj. Por Benita përsëri thekson se e ka të vështirë të besoj, sepse e ndjen se e ka humbur durimin dhe shpresën për marrëdhënie të shëndetshme. Në fund, ajo merr frymë thellë dhe mbyll rrëfimin me fjalët: "Nuk dua të dorëzohem, por ndonjëherë ndihem sikur jam lodhur. Thjesht se di më çfarë të pres nga e ardhmja."